Dikosh i ka shtit durët në kuti dhe i ka dëmtu fletë votime. Pse deri në ora 4 të mëngjesit ka orë dhe është sill gjithë notën atë notë me nivelin qeveritor? Çka ka bërë deri në ora 4 të mëngjesit? Herë një logje. Arjan, 3 exit polle, të 3 kanë dalë të hoqta. A keni bo makinacion, a keni bo inxhiniering për me dekuraju votusin e lëvizjes vetëvendosje pikërisht përmes këtyre exit polleve? Këto exit polle jo e di normal, njëri ka qenë edhe pjesë bashkëpunuese televizionit Dugagjini, që janë tërësisht pavorura, nuk është se ka autoritet, kompetencë e mundësi as unë, as ai dhe as njëri prej neve me ndiku të tu. Shto tjetrën janë 3 kompani që janë rivale me njëra tjetrën, për te soj. Dëmtimi, konsideroj se ka mund më mbo mu, personalisht, për shkak që votuesi em në qytetin e Mitrovicës atë det nuk është dalë me votu, kër është kriju percepcioni. Po, unë besej se ato shka e kanë prezentu exit pollet, është realitet, është e sakt. Diskreponca që kanë ndodhur mes exit polleve dhe rezultateve në klasa, duhet ta kërkojmë dikun tjetër shkaktorin. Pse deri në ora 4 të mëngjesit ka orë dhe është sill gjithë notën atë notë me nivelin qeveritor? Çka ka bërë deri në ora 4 të mëngjesit? Herë një logje. Shto tjetrën, po flasë specifikisht deri në nivelin ku nuk i dëmtoj hetimet. Kem deponu dyshimet bazume, edhe lëvizje të diso makinave, edhe diso sanoka ka qenë vrejt në to, edhe lëvizje të diso njerëzve, mirë po edhe në diso klasë, në diso shkolla, hetusia, bashkarisht me prokurin, unë jam në informacion, i kanë pregadit, i kanë deponu kallëzimet penale, ose janë proces nëse nuk i kanë deponu. Pra ka dyshimet bazume në bazë pra ju po thoni që nuk e ka huq exit polli, janë të hoqta kutit janë votat në kuti? Ka abozem tek kutit dhe jashtë. Nuk ja ka huq exit polli. Ka flet votime, cilat janë të dëmtume ku jam i votuar. Ju po thoni që dikush i ka shtit durët në kuti? Dikush i ka shtit durët në kuti dhe i ka dëmtu flet votimet. Ka klas që ka flet votim më pak në kuti se sot në nënshkrimi e atyre që janë fut me votu, që nuk kupton se një flet votim është nxjerrë jashtë. Pro, ka dyshim bazum. Organet kompetente, a ka pasur flet votim të bardhë, letër të bardhë futur në kutit votimit? Jo, nuk ka pas letër të bardhë futur, po ka pas një letër më pak. Një letër më pak. Që i bie nuk e ka shti heq. Kur e ka marrë flet votim me shku me votu, kur u kthy nuk e ka shti heq. Dhe kjo le dyshim për trem bullgar? Kjo është për trem bullgar. Pse nuk e ka fut në kuti? Pse nuk ka fut në kuti? Pra ka nxjerrë jashtë. Dhe kur e ka nxjerrë jashtë, e ka mundësu lëvizjen e trenit bullgare. Dhe unë më kërkoj nesër dhe besoj të institucionet kompetente që kanë me bo punën e vetë, sigurisht që edhe aktivistat, edhe njerëzit e mirë, për shkak që neve na kanë ndihmu shumë qytetarë të atyre logjeve me kamera, me lëvizjet e me këto, se s'është se i kemë postu, i kanë deponu edhe ata vetë në polici. A i keni identifiku ju këto qendra votimi? Po. Ku i keni dyshime? Janë të identifikume, po përtej këtyre edhe në qendra tjera e di se policia është duke bën maksimumin kuptim të mbikëqyrjes, por përtej saj edhe aktivistat tonë, edhe qytetarët e Mitrovicës, që banojnë janë duke bën maksimumin që nesër tjetë proces i rregullt, qysh duhet jetë rregullt dhe qysh e meriton qyteti i Mitrovicës. Mirë po mendoj gjithandaj Kosovës duhet jetë proces i rregullt, sepse du me besu te institucionet e shtetit tonë.